Atëherë miq të Andale Sport, ndonjëherë duhet vim edhe në terren tek fushat, tu lidhet futbolli. Jam me Ivan Gvozdenovic, trajneri i Elbasanit. Përshëndetje. Përdita edhe mi se erdha në Elbasan. Tani, Elbasani këtë vit duhet të thënë që po bën një kampionat goxha të mirë, tifozët po e presin mirë, pra ka një lloj fryme të mirë këtu në këtë qytet. Po, si e shikon ti këtë? Po, deri tani ne jemi rregull, ne jemi mirë, sepse mas 6 javës ne jemi në vendit të tretë, vetëm du pik me pak nga vendit i parë. Por doshta edhe mund të bëjmë pak më mirë, sepse ishim mundësi si kundër Ignatia edhe doshta mund të bëjmë pak më mirë edhe si kundër Shkodra. Por mund të them deri tani ne jemi rregull, jam kënaqur, po jo tamam. Po. Ivan, ti u shpallë edhe trajneri muajt apo jo? Në muaj që kaloi. Isha tek muaj gushti. Po. Do është një vlerësim i madh për ty, si e shikon? Patjetër, por e tash unë edhe kur isha tek federata, nuk varet gjitha nga mua, unë e tash edhe e tash kur isha ande gjitha meriton lojtare dhe stafi tim. Bashk ne jemi fort. Edhe me ata edhe unë fitova një çmim i bukur. Edhe tani do vazhdojmë si vërtet përpara. Tani, duket dallohet fusha Elbasani ka një lloj grinte, pra është një ekip i cili lidhet mirë me njëri tjetrin, lojtarët ndjen mirë, besoj ndjen mirë dhe me trajnerët e tyre me ty. Unë mendoj por do flasish me lojtarët, jo me mua. Por avantazhi për ne sepse ambienti në Elbasani është perfekt për puna, domethënë kemi një stadiumi super modern, fusha perfekt. Kemi fusha për stërvite super, patjetër kemi skuadra shumë talentuar, këto vit jemi pak edhe pjekur, domethënë kemi gjithë, si do të them në shqip, gjithë elementa do eci mirë. Por gjithmonë kemi një por, sepse kampionati është shumë e gjatë, është shumë e vështirë, edhe unë nuk dua shumë eufori, durim kem në tokë edhe do ecim javë për javë. Tani, Elbasani është një ekip në krahasim me ekipet e tjera që janë aty tek vendi i parë dhe i dytë, ka shënuar më pak gola, ka shënuar 4 gola. A mendon që është një problem, pra duhet shkoj pak më shumë te goli? Nuk mendoj është problem, por mund do rregullojmë edhe do bëjmë pak më mirë. Sepse këto 6 javës ishte shumë rëndësishme pikat, edhe nuk isha shumë unë përqendruar për to statistika. Tani, nga ana tjetër ti e drejtë, sepse doshta kemi nevojë edhe me pak shumë gola. Domethënë, jo me... Pra, ka shënuar pak gola, po pikët i ka marrë. Po, kjo ishte mesazhi. Patjetër neve do provojmë, do rregullojmë edhe nga faza sulmues, do bëjmë pak më mirë, por kjo është tani për vazhdimsi. Tani, ti je një lloj trajneri që i kërkon golat për pikë, apo kërkon bën shumë gola dhe pak pikë? Te dua, nëse mund do bëjmë edhe një lojë shumë bukur, me shumë gola, kjo është doshta perfekt, por akoma asnjë skuadra nuk është perfekt, sepse është doshta gjitha ne jemi nga fillim. Por tani nëse mund të them çfarë e do unë me shumë është pikat. Pse? Sepse pikat ka tani vlera, edhe neve kemi një objektiv, do provojmë do kapim Europa edhe kemi nevojë për pikat. Ivan, ky kampionat është i vështirë. Ti e ke fituar një trofe si trajner në Shqipëri, me Skënderbeun, por kategorinë e parë apo jo? Tani po pretendon të fitosh kategorinë superiore. Unë tash objektivat e klubit është Europë. Edhe kjo është tani si do të them fjala fundit nga mua. Isha kampion me Skënderbeun në kategoria parë. Tani do shikojmë prapë sepse kampionati është gjatë, por unë tu kam një objektiv edhe një mendim, do provojmë do kapim Europë. Pastaj mund do flasim për doshta pak më shumë. Po mbetet e kaça finale, gjithmonë provon dhe titullin fund apo jo? Okej, nëse edhe një herë nëse jemi në Final Four, pastaj jo vetëm Elbasani, çdo skuadra që është në Final Four do luftoj për një trofeu më madh. Po. Tani ti këtë trofe e ke fituar me ekipin Korçar më parë, por si lojtar apo jo? Po, si lojtar isha 3 herë kampion, me Korça edhe fitova një herë kupë me Tiranën. Tiranën, po. Ke kujtime të mira nga i qytet, ke fituar shumë trofe te Korça. Të them drejt, edhe nga Tirana pritur shumë e mirë. Nuk mund të them asnjë sepse ishte nga fillimi vitit parë për mua, edhe pritur shumë e mirë. Pastaj patjetër isha pak edhe më mirë me Korça, sepse isha edhe ri ande për 3 vit.
pa tjetër Korça ishte perfekt si qytet, si tifozat Uqet e Debores, edhe ishim 3 vit shumë sukses. Kur mi krahason 3 etapat në Shqipëri, po them Tirana, Skënderbeu, Elbasani. Ku ka qenë ndoshta, ku ke kaluar më mirë? Unë isha edhe me Kuksi, edhe për Kuksi kam respekt, më fal, mos zohrojnë Kuksi, sepse me presidenti Safet gjithë ishim shumë korrekt, edhe Kuksi është klubi i madh, në këtë moment ishte klubi shumë e fortë. Domethënë tani ndoshta Korça ka një avantazh vogël, sepse isha ende 3 vit, por e tash unë edhe Tirana, edhe Kuksi, gjithë ishim shumë korrekt. Ivan, ka diçka shumë të veçantë tek ti, në Shqipëri të duan shumë. Ti vjen nga Serbia, ke jetuar këtu 12 vjet apo jo? Tani tani jam këtu shumë vit. Tani ndoshta juve e di pse. Unë ndoshta mund të them vetëm sepse ishim me një respekt me njëri tjetri nga fillimi. Sepse jam sigur në Shqipëri, nëse ti je korrekt, ka respekt, mendoj për puna, respektoj njerëz, jam sigur, pastaj edhe ti ka respekti. Domethënë ndoshta kjo ishte pse unë kam respekt nga shqiptarët, edhe shqiptarët nga respekt për mua, por kjo është, ti do të them, shumë e thjeshtë. Cila është diçka që ka bërë përshtypje tek qëndrimi këtu në Shqipëri? Pra, kur erdhe në fillimi, ke patur po them ato pasiguritë që po vije tek vendi shqiptar apo jo? Jo, të them drejt, jo. Isha pak unë me frikë, familja im, sepse nuk ishim sigur si është tu situata, edhe ju e dito gjitha tani mos do flasim prap. Por jo unë isha gati edhe isha qetë, edhe ga dita parë unë isha sigur kjo ishte lëvizi mirë për mua, lëviz tamam, lëviz e duhur. Edhe isha drejt, pastaj fillova ti e dish me Tirana deri Kuksi, pastaj prap filloj edhe përkursi për trener, edhe duhet të falenderoj edhe Federata Futbollit Shqiptar për pritur mirë për korektësi. Filloj si trener me UEFA Pro, edhe tani tu jam. 12 vite këtu, cila është diçka që ka bërë përshtypje tek shqiptarët? Ndoshta mikpritja, ndoshta çfarë është diçka, ushqimi, nuk e di çfarë pëlqen më shumë. Pa gjitha ga pak, por ndoshta koha, unë pëlqeu koha, sepse koha është shumë e mirë. Veç Korça pak është ftohtë. Pra ke jetuar tek vendi më ftohtë. Po, por Tirana, Elbasani, plus jugu Shqipëri deti është shumë e bukur. Unë isha 2-3 herë me familja, Durrësi nga kraut tjetër, ndoshta koha është e bukur. Patjetër edhe ushqimi është perfekt. Por ne jemi njësoj, sepse ne jemi komshi edhe ne Serbia apo ne Maqedoni, tu jemi afër me ushqim. Domethënë, to 3 gjërat jam shumë kënaqur edhe shumë lumtur. Pra edhe pushimet verore zgjedh të bësh në Shqipëri ndonjëherë apo jo? Po, isha edhe tani tu pushim në jugu Shqipëri, domethënë pëlqeu shumë edhe jam lumtur kënaqur. Ivan, tani në 12 vite ke mësuar goxha mirë dhe gjuhën shqipe, duhet të thënë apo jo? Ka qenë vështirë? Faleminderit, por akoma unë mendoj nuk jam mirë, ndoshta kam shumë probleme me gramatik, por je goxha mirë. Por shqipe është shumë e vështirë, edhe ditë për ditë unë provoj do mësojmë diçka. Nuk jam akoma mirë, por plus për mua unë kuptoj shumë, edhe kjo është e mirë, edhe nuk kam turp do flasim, edhe kur jam keq, unë prapë vazhdoj, edhe ndoshta kjo është e mirë nga mua. Shqipe është shumë vështirë, patjetër, e ta shumë, por deri tani mund do bëjmë komunikim. Tani, jemi në prag të një ndeshje, e cila është vendimtare për të dyja kombëtarët, Shqipëria dhe Serbia. Shumë vendimtare, po. Si e shikon këtë ndeshje nga ana futbollistike gjithmonë? Po, sigur si tu në Shqipëri, është një ndeshje shumë interesant, por një ndeshje kur ka brenda jo vetëm 3 pikë, ka brenda dhe ndoshta diçka tjetër. Si do të them, redinta në tabela, ndoshta kush fitoj është më afër do kapi edhe barazh. Po, domethënë është një ndeshje shumë rëndësishme. Jam sigur edhe Serbia edhe Shqipëria do filloj pak me kujdes. Tani pastaj si do shkojnë ndeshje, unë nuk mund të them, por kush është më mirë do fitojnë ndeshje. Ti i njeh të dyja kombëtarët goxha mirë mendoj. Po. Cila mendon që është pika e fortë që ka kombëtarët shqiptarë dhe pika e fortë që ka kombëtarët serbe? Pra ku do të ballafaqohen këto dyja? Pika e fortë ndoshta tani është pak ka avantazh. Avantazhi i vogël ka pak Shqipëri. Pse? Sepse Shqipëri
erdi nga një fitore, 1-0, ne jemi pak në një situata pak me keq sepse ishte një humb kundër Anglia, edhe ndoshta tu jemi pak në një atmosferë Shqipëria ka me mirë. Avantazhi për ne është sepse ne jemi në shtëpi, edhe ndoshta kjo është një avantazh për ne. Plus do luajmë në një stadiumi vogël, por një stadiumi është me fat për ne, për Serbi, sepse 4 po, në Leskovac. 4 ndeshje fundit nuk kemi asnjë humbi. Nëse jam sigur, edhe drejt ishte du fitore, du barazim. Do shta këto. Pastaj nga tekniko-taktik, unë tani nuk mund do flasin shumë sepse nuk jam brenda. Do shta me mirë e di zotëri Selvinjo edhe zotëri Dragan nga treneri Serbis. Ata e di do shta me mirë to si do luaj, çfarë formacioni, taktik, ofanziv, defanziv. Lere me mirë do vendosit ata. Tani, me që përmendë treneri Selvinjo, po thëm një ditë mund ta drejtojë kombëtarët shqiptarë apo jo? Kush e di, unë tani nuk mund të flasim për këto, kush e di, Zoti vetëm e di, sepse tu puna trenerët është, si të them, shumë turbulent, nëse mund të them si kështu, edhe sot jam tu, nesër jam nga vendi tjetër, tani varet nga shumë gjërat. E kuptoj. Te kjo ndeshje që po vjen, Shqipëri-Serbi, pra është vendimtare, por ka dhe një lloj atmosfere që gjithmonë e pret ndryshe këtë ndeshje. A mendon që futbolli gjithmonë jep një mesazh për të bashkuar, për ta kaluar më mirë këtë atmosferë? Ti je drejt, futbolli është gjithmonë do bëjmë bashk, do mendoj për futbolli. Futbolli është bukur. Mesazhi është do rim bashk sepse jemi komshi. Do mendojmë për futbolli, edhe pastaj e tash unë edhe nga fillimi. Kush është më mirë në fushë do fitoj. Kjo është shumë e thjeshtë. Edhe jam sigur si në Shqipëri, në ndeshja parë, edhe në Serbi gjitha do shkoj mirë. Pozitive është edhe lojtarët në fushë, ata kanë me njëri tjetri shumë respekt, është lojtarët me emër madh, ata e di si do marrë presioni, edhe kjo është ndoshta plus për një ndeshje shumë vështirë si Serbi-Shqipëri. Një parashikim për ndeshjen? Edhe tu nuk më të them asnjë gjë sepse është shumë e vështirë. Nuk do, si do them tani në Shqip, nuk do bëjmë shumë gola. Jam sigur është një ndeshje shumë... Është ndeshje pak e ngushtë. Po, ngushtë shumë fort, ndoshta një goditje standard, ndoshta një gabim do vendoset në ndeshje. Po rezultati nuk më të them sepse është shumë vështirë. Ne kemi përpara edhe një organizim përbashkët, Kampionatin Evropian Euro 21. Po. Mendoj që do na shkojë mirë bashkë. Vitit nëse jam drejt 2027. Po. Pa tjetër, sigur, sepse sot është vitit 2025 edhe tani të them kollaj, hajde do mendojmë për jetë, hajde do mendojmë si mund do bëjmë për ardhshme mirë për ne. Jo vetëm do flasim negativiteti, do shikojmë çfarë mund të fitojmë bashkë. Edhe jam sigur me këto kampionati, gjitha neve bashkë mund të fitojmë. Edhe kjo është ndoshta një mesazh për ne. Ivan, falenderoj shumë për gjithë të rrëfim tëndin dhe një herë të pres studio ti e di. Faleminderit, janë gati tu jam. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ándale!